Forma e shkëlqyer që ka treguar Ernest Muçi te Trabzonspori dhe fakti që është lidhur shumë shpejt me mbështetësit e kësaj skuadre ka bërë që të nisin menjëherë thirrjet ndaj klubit që të blejë përfundimisht kartonin e tij nga Beşiktashi, edhe pse nuk kanë kaluar ende 6 muaj nga huazimi i tij. Muçi ka shënuar 6 gola në 4 ndeshjet e fundit dhe sipas Hasan Bahadir, presidentit të shoqatës së tifozëve të Trabzonsporit, ajo që e bën më shumë pjesë të klubit është fakti se ai ka festuar çdo gol edhe ndaj skuadrës që zotëronte kartonin e tij. Përkatësia nuk është shpesh te firma, por te sjellja. Ai ju gëzua goleve pasi i ndjente, ai çoi duart lart pasi ndjen se ka në zotërim këtë tribun, tha Bahadir, i cili më pas bëri një propozim shumë të veçantë që vetë tifozët të mblidhnin një shifër për të paguar kartonin e Muçit, që është caktuar 8.5 milionë euro nga Beşiktashi. Në ato momente ne kuptuam këtë, që përkatësia nuk është shpesh te firma në kontratë, por te shikimi dhe reagimi. Kjo është arsyeja pse po bëj një thirrje, le ta blejmë Muçin një transferim të përbashkët të 8 milion tifozëve, le ta bëjmë këtë një transferim tifozësh. Pjesa tjetër nuk ka rëndësi, parat të vinë nga ne, pasi nga kjo do të përfitojë dhe komuniteti, ishte thirrja e tij për tifozët e tjerë. Ernest Muçi u largua gjatë kësaj vere nga radhët e Beşiktashit, ku u nxori jashtë planeve nga trajneri Sergen Yalçin për të u bërë pjesë e Trabzonsporit. Në radhët e këtij të fundit, sulmuesi po kthehet në nivelet më të mira dhe këtë e tregoi dhe sot duke i shënuar një gol pikërisht Beşiktashit në barazimin 3-3. Pas ndeshjes, trajneri i Beşiktashit u pyet pikërisht për formën që po kalon Muçi dhe e cila është ardhmja e tij, meqë ai është në huazim te Trabzonspori dhe jo në transferim përfundimtar për momentin. Po, Muçi po luan mirë, e kam ndjekur ndeshjen e fundit, ai është shumë i suksesshëm, ai po jep një kontribut të rëndësishëm te Trabzonspori, mund ta interpretojmë kështu, vetëm se një lojtar nuk mund të ketë sukses në një vend, nuk do të thotë se nuk do të ketë sukses në një tjetër. Ndonjëherë një ndryshim skene, një ndryshim energjie është shumë i dobishëm. Mendoj se kjo i ka sjellë shumë dobi Muçit. Ai po bën gjëra të mira te Trabzonspori, po kontribuon në ekipin e tij, ai po lufton mirë dhe e përgëzoj për këtë. Por nga pikpamja jonë nuk kemi plane në lidhje me Muçin. Ai është një lojtar që nuk e konsiderojmë për skuadrën tonë. Më lejoni t'ua them këtë. Pra ai nuk mundi të jepte paraqitje të mjaftueshme për ne, por dha këtë performancë te Trabzonspori. E përgëzoj për ndeshjen që luajti, ishin fjalët e trajnerit të Beşiktashit. Ernest Muçi është kthyer në kryefjalën e futbollit turk në këtë javë të fundit pasi po shënon me një rregullsi mbreslënse duke siguruar pikë të rëndësishme për skuadrën e cila është kthyer në pretendente për titullin kampion duke rivalizuar me Galatasarajin. Muçi ka shënuar 6 gola në 4 ndeshjet e fundit duke qenë protagonist direkt i 10 pikëve të siguruara nga Trabzonspori për të mbetur në këtë garë për titull. Kjo është era e parë në karrierën e Muçit që shënon në 4 ndeshje radhësi në kampionat, gjë që tregon më së miri formën e sulmuesit shqiptar. Duke qenë në kuotën e 6 golave, Muçi është vetëm një gol larg sezonit të tij më të mirë në një edicion futbollistik. Ai ka shënuar 7 gola në sezonin 2019-2020 me Tiranën në superiore, ndërsa ka realizuar po këtë numër golash të ndarë me Slegia Varshavës dhe Beşiktashit në sezonin 2023-2024. Kësaj atij duhet të gjejë vetëm 2 herë të tjera rrjetën në edicionin aktual për të regjistruar një rekord të ri dhe me formën që po kalon, kjo arritje nuk duhet të jetë shumë larg. Ernest Muçi është shfaqur protagonist në ndeshjen që ekipi i tij Trabzonspor po humbet në shtëpi përballë Beşiktashit. Sfida e vlefshme për javën e 16 të Superligës turke është momentalisht 1-2 për Beşiktashin, megjithatë ishte pikërisht sulmuesi i kombëtares shqiptare i cili ringjalli shpresat për të tillë. Në minutën e 25 të ndeshjes Muçi shënoi një supergol nga hyrja e zonës. Kujtojmë se ky gol vjen përballë pronarëve të tij pasi shqiptari është i huazuar nga Beşiktashi te ekipi nga Trabzoni.